Shfaqja e rastit të sëmundjes së murtajos tek baktitë e imta në disa zona të vendit ka vënë në lëvizje shërbimin veterinar në qarkun e Lezhës. Në zbatim të planit masave dhe urdhrit të Ministrisë së Bujqësisë, grupet e punës kanë zbarkuar në terren për të mbikëqyrur situatën dhe për të ndaluar përhapjen e mëtejshme të sëmundjes, duke u kërkuar fermerëve që baktitë e imta të mbahen në regjim stallor deri në një urdhër të dytë. Përgjegjësi i Autoritetit të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve në Lezhë, Dedi Rama, paralajmëron masa ndërshkuese për të gjithë ata që nuk i binden këtij urdhri. Në qarkun e Lezhës deri tash që flasim situata, zona është e pastër nga sëmundja. Kjo fal vullnetit dhe organizimit të strukturës sonë të AKMB-s në mbështetje dhe me njësitë vendore dhe policinë e shtetit. Ne kemi pasur sensibilizimin e situatës dhe kemi shpërndar postra dhe veterinarët si të shërbimit dhe të kontrollit kanë shkuar në çdo fermë duke i paralajmëruar që të imtat duhet kafshë të imta dhe në vëdhi gjatë kësaj periudhe që ka rast sëmundja, që është shfaq sëmundja, duhet i marrin në regjim stallor. Në monitorim të vazhdueshëm është vënë edhe tregu i gjës së gjallë në Milot, i cili operon çdo të diel në kushte as pak normale. Fermieri që del jashtë këtyre urdhrave, do të marrë penalitete, sepse bëhet shkak dhe për përhapjen e sëmundjes dhe në fermat e tjera. Ne jemi gjatë gjithë kohës në fakt në kontroll të pazarit Milot, sepse ai nuk ka treg, është një vend grumbullim, dhe nëpërmjet strukturave të policisë, njësisë vendore të Kurbinit, policisë bashkiake, ne kemi marrë masa dhe nuk kemi leju asnjë hyrje në këtë pazar, në këtë vend grumbullim. Deri tani në qarkun e Lezhës nuk janë regjistruar raste të murtajës tek baktitë e imta, por autoritetet ju bën thirrje të gjithë fermerëve dhe qytetarëve të tregojnë bashkëpunim maksimal në këtë fazë problematike për shëndetin e baktive dhe sigurinë e zinxhirit ushqimor.